Nuk është kjo botë për njerëzit me drejtë. 7 vjetë komplet në përzyre. 7 vjetë komplet në fakultetit. Jo në zyre. Edhe vazhdoj me besu që Allahi e ka shpërblimin e vetë. Shumë vujtje dhe shumë jeka. Duke shumë është gënjy për njerëzve. Njerëzve zbëse hiç, hiç. Unë nuk pyta beson. Po shgënjem po më duket pak fjallë e vogël po më duket. Gjithmonë më një person që kom pas shumë armiq edhe gjithmonë kom luftu e vetme. Të kanë lëndu shkurte? Kjo është normales. A? Shumë. Nuk ka njëri që është të sikurone që 7 vjetë punon për tjerë, pa u pagu. Me bo vetën tonë kurban për tjerë, mos mendo që është e letë. Unë prekë pak do tema që kom pas shumë vujtje dhe shumë jeka. Unë veç kur e kom nisë me zyrën e parë, me 50 cent gjepin kun. Kur e kom blejnë një tost, nuk kom guzu ma ngërë në mëngjes. Më shdash me prit, mes ditë, për shembull ka ora 5, që me mujt me qëndru organizmi edhe për mramje. Kjo është sakrificë shumë e vogël. Kjo është zero. Sa i kam për jetimet këto. Këto janë ndoshta 3 ose 5%, krahasim sa kam bagazh edhe sa kam sprova që jam sprovu gjatë gjithë jetës. 7 vjetë komplet në përzyre. 7 vjetë komplet fakultet. Ti ke në zyre. E kur e kom nisë, domethënë këtë lloj rrugtime e kom pas vetëm një karrik të burrit, edhe kur gjatë tjetër, domethënë edhe një tavolim ka qenë mrena aty në zyre. Edhe alon nuk e kam një zyre të sigurt që me mujt me ushtru veprimtari. Edhe më ka dhimbë zemra se dëshirën shumë të madhe për me bu mirë, ama mundësit shumë të vogla. Sa njerit të këmë dhonë bukë, e më ka gjumë me burë. Rrugtimin e humanizmit, domethënë e kom nisë me vështërsi qoftë edhe në copë të bukës. Ka pasur raste një burek kur e kom ble për veti. As qatë burek nuk më ka rohise me hungër, më ka ardhur keq, ja kom dhonë dikoj tjetër. Unë e gjithmonë kom besu. Edhe vazhdoj me besu që Halali e ka shpërblimin e vetë. Të Zoti unë nuk hupi shpresën kur. edhe gjyshi ma kalon amanet që nuk është parja halal pa dalë ndjerë sa mballë. Nuk është kjo botë për njerëzit me drejtë. Persona me nevojat veçanta kanë marrë pajisje mjekësore prej meje, bëhet fjalë për shembull për shtrata elektrik, për karroca, për shëtitore, për baterica. Me him profil tam në Facebook mund më pa gjithçka që është faktike. Dhe 14 vjet I kam lloç, kam dhonë, s'kam marrë kur njët kur gjë. Unë kom mujt më punësu dhe me dalë këtë jashtë kësaj pune, po e kom pas gjithmonë ushqim shpirtënor, I kom shit pikturat e mia, edhe gjithmonë be pikturave kom pagu dreka, darka, personave me nevojat veçanta ose dhurata të vogla simbolike. Ton kohën akuza, paragjykime, ngacmime seksuale, gjana tjera. Janë edhe këto gjana që mu definitivisht mu më kanë lodhshëm. Për shembull ka pasur raste që njëri është paraqit që është në karrocë, realisht nuk konë në karrocë, e ka bëu plan me djalin e vet, më të shunë shpe, ka thonë hajde këshër ma shpinë, hajde këshër me kushtet, realisht e ka pas qëllimin për më të shtim brana në shpe dhe më ta mshil derën edhe më të boku me diçka. Po ka desh zoti që kur kom postu një fotografi në rrjete sociale në Facebook, dikon 4 persona kanë reagu. A unë nesër veç kom pas me shku në shpinë e tyne. Që kjo shansi I fundit, që kjo format për mu, është shansi I fundit që unë provoj diçka për me bu. Ma shumë nuk kam energji. E kam projektin BOM që ka të bëjë me një qendrë srejmore për persona me nevojat veçanta, që kur t'ju des baba dhe nana, ata me pas qendrën srejmore. Gjithmonë prindërit, besëm zot kur më kanë ka për qafe, më ka thonë shkurt se jam gjallë, unë nuk kam problem, po kur des unë çka ndodh me vladin tem. E gjithmonë më ka mbreng ajo vullneti, ajo dëshira e madhe herët avon mos me vdek, pa e bu një gjes shumë human që shërben për të tjerët.